أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Fillojmë me emrin e Allahut që të mëshirshëm, shpërblyesi, sunduesit të madh ditës së gjykimit. Allahun e falenderojmë për Allahun, kërkojmë falje dhe ndihmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që Zoti është një pashës atij që Allah së ndihni dhe pushteti absolut. Dëshmojmë që Muhamedi alayhis salam është robi dhe i dërguari i Allahut. Përshëndetje, salavat e selamet që dërgojmë Muhammed Mustafa alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij dhe atyre që ndjekën dhe pasojnë udhëzimin e tij. Falenderojmë Zotin i cili na dha iman, jetë dhe shëndet. Takohemi edhe sonte në këtë namaz taravih me lutjen dhe shpresën që Zoti i Madhërisht në këtë pranu ibadetet, adhurimet, lutjet, namazet, çdo vepër të mirë gjatë kësaj dite dhe ditëve të kaluara, e duke lutur Zotin e Madhërisht që të na jap shëndet dhe ymër të presim edhe këto pak ditë sa na kanë mbete, të cilat po shohim që po kalojnë shpejt e natyrisht neve jemi ata që ose do të përfitojmë prej këtyre ditëve ose Zoti na ruaj, do të jemi ata që do të humbim shumë nga kjo mundësi që na dha Zoti i Madhërisht. Dashur vëllezër, nderuara motra, kur fillum para 20 ditëve të flasim për Ramazanin, a duke sikur ditët janë përgjigja derisa të vijë fundi, por ja që sot po flasim për dhëshën e fundit. Po flasim për maratonin që si kemi ardhur në harkun e fundit rreth e saj, edhe natyrisht kjo është pjesa për neve më shumë se kur duhet ta shtojmë intensitetin ka shi adhurimeve të Zotit të Madhëshëm, e natyrisht është pjesa që ka lënë me një shpejtësi shumë të madhe, ashtu që Zoti i Madhëshëm e ka bashkruar vetë muajin e Ramazanit duke thënë e jamen ma'dudat. Ato sot janë agjerimi është ditë numëruara. Thjesht janë ditë që Zoti i Madhëshëm i caktoi e cilat janë vërtet të numëruara, mirë po ajo që është madhështore është që Zoti i Madhëshëm pjesën që ka mbetur e cilën po hyjna prej nesër inshallah është pjesa më madhështore e Ramazanit. Dhe ditë e fundit që vetë se po hyjna ato prej nesër inshallah është ajo pjesa kur Allahu me bujarinë e vet, Allahu me mëshirën dhe rahmetin e vet, e vendosi që ky muaj të përmbyllet në këtë mënyrë kaq madhështore, e duke e veçuar këtë muaj pikërisht në dhëshën e fundit, e natyrisht mesin e kësaj dhëshe Zoti i Madhëshëm e veçoi një natë e që quhet Nata e Kadrit. Madje Zoti i Madhëshëm edhe një sure të tërë në Kur'an në solli duke quajtur surja El Qadr. E natyrisht në këtë sure, e cila i përmban 6 ajete, Zoti i Madhëshëm solli jashtëzakonisht shumë informacione, shumë mësime. Zoti i Madhëshëm në surën El Qadr na njoftoi për shumë gjëra madhështore, e cilat sot do të mundohemi bashkë të rishikojmë edhe të rikujtojmë së bashku. E para, ajo që na kujton ajeti i parë i surës El Qadr është që pikërisht është kjo natë që filloi zbresë të Kuranit. Zoti i Madhëshëm në ajetin e parë po na tregon duke na thënë inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Vërtet ne filluam ta shpallim, ta zbresim atë Kur'anin në natën e Kadrit. Kjo është madhështia e krejt Ramazanit. Pse Zoti i Madhëshëm e bëri Ramazanin kaq të veçantë është pikërisht për këtë gjë. Sepse në të filloi zbresë e Kur'ani fisnik. Dhe Kur'ani si libër hyjnor i fundit që mas tij do të ketë më shpallje, e bëri Ramazanin këtë nivel ku e kemi sot. Po mos ishte Kur'ani, me siguri edhe Ramazani do të bëhet sikur muajt e tjerë. Mirë po Kur'ani i dha vlerë, i dha zemër dhe ngriti Ramazanin këtë nivel ku është, dhe Zoti po na tregon që pikërisht është nata e Kadrit ajo që Zoti filloi zbresë e Kur'anit. Pastaj kjo natë për nga madhështia dhe vlera, Zoti i Madhëshëm e shumë fishoi.
e fshofishoj aq shumë sa që Zoti tha Lejlatul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë dhe më e mirë se sa 1000 muaj. Dhe këtë privilegj nuk ka asnjë natë tjetër Zoti. Këtë madhështi, këtë bukuri, këtë nimet s'kan asnjë natë tjetër përveç natës së Kadrit. E nëse këta 1000 muaj i përkthejna në vite, na dalin 83 vite e 4 muaj. Që i bjen komplet një jetë njeriut. Është në dorën tonë, a dojmë ta shfrytëzojmë si duhet apo nuk dojmë ta shfrytëzojmë si duhet. E kem para vetës 10-shin e fundit, 10-shin më të begat, atë momentin kur çdo lutje, çdo ibadet, çdo sejdë, çdo ruku, çdo namaz, çdo dua te Zoti ka më të ngjesa 1000 muaj. Prandaj është në dorën tonë a do ta shfrytëzosh apo nuk do ta shfrytëzosh. Pastaj mësimi i tretë është nata kur zbresin me laiket sipërfaqen e tokës. Është nata kur Zoti Madhreshëm me laiket prej qiellit lart i zbret në tokë për më thonë shërni robët e mi. Shikoni robët e mi se si e ngjallin këtë natë, e Zoti Madhreshëm po na thotë تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Po thot Zoti me lajqet edhe komandanti suprem, shpirti, Gjibril a.s. me lejen e Zotit tyre zbresin e tokë në mas madhën këtë natë, edhe në këtë natë merren gjitha vendimet. Këtu i shkruan Zoti vendimet. Në këtë natë Zoti shkruan sa kemë ymër unë edhe ti, këtë natë shkruan Zoti sa kemë rrezik unë edhe ti, këtë natë i merr Zoti vendimet. Është nata kur Hazreti Gjibril a.s. kur e komandanti suprem i melajkeve me gjitha melaqe tjera me lejen e Zotit zbresin tokë. Pastaj në këtë natë Zoti Madhreshëm ka quajtur natë të paqes dhe të sigurisë. Është natë e rehatisë, është natë e qetësisë, është natë ku shpirti qetësohet dhe ndjen paqe. Thot Zoti Selamun hiya hatta matla'il fajr. Ajo thot është paqe sigur, edhe siguri deri në lindjen e agimit. Kjo është nata e Kadrit. Dashur vëllezër, nderuara motra, duke pas parasysh këtë vlerë dhe këtë privilegj që Zoti Madhreshëm i dha natës të Kadrit, duke pas parasysh gjitha këto nimete që Zoti Madhreshëm përgatiti për këtë natë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është transmetuar në hadithe, këtë natë, kur vend të dhejqe e fundit, vendin e ti ku flente e palëste, edhe i thoshte gjumit o gjumë, unë edhe ti nuk kena punë më për të 10 netë. Thjesht ishën 10 netët e adhurimit plot ka shqit Zotit. Ishën 10 netët kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju përkushtohi komplet madhështis adhurimit për uljesh ka shqit Allahut Madhreshëm, dhe ju në të mkaq, mirë po a i nëziste dhe familjen dhe i zgjante nga gjumi që të qohen dhe të kryin ibadet ka shi Zotit Madhreshëm, e ju rastisht hadithin e ti në ka njërtu duke në thonë, kush falet natën e Kadrit, kush e kalon natën e Kadrit në adhurim ka shi Zotit, me besim edhe me shpresën faljen e Allahut, Allahut dhe t'ja falë me katët e ti. Është ajo nata kur për ty dhe për mu mundet me konë qejtësi i fshirës gabimeve dhe të mejtave tona. Është ajo nata kur me laiket, me lejen e Zotit, i mshojnë vik me katëve dhe gabimeve tua dhe atë natë që ke bo, edhe prej atë natë e tutje ti e tjetër përsen. Është ndurën tonë a do me marë këtë shpërblim as do me marë. Është ndurën tonë edhe time, a dojna me shfrytëzu tamam që shduhet këtë natë, as dojna me shfrytëzu. Dhe jo rasisht, Hazreti Aisha, bashkëshortja pejgamberit a.s. nga besimtarëve, Zoti qoftë i kënaqur me të, e pyeti Resulullahin a.s. O i dërguari i Allahut, e kur ta takoj natën e Kadrit, me çka ta lut Zotin e Madhneshëm? Me çfarë doje të them Zotit? Ai sallallahu alaihi wasallam i tha, o Aisha, nëse ta takon natën e Kadrit, lutju Zotit me këtë fjalë duke i thënë Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je vërtet falës, e don faljen,
andaj në falë mua. Kjo është duaja me cilën na ka porositur Resulullah alayhi salatu wassalam me lutë Zotin gjatë kësaj nate. E prej nesër e tutje, dashur vëllezër nderuara motra, maksimalisht gjuha juaj dhe jamja tjetë me këtë dua. O Zoti im, vërtet i e falës, e dëm faljen andaj me falë mua. Mos të shkputni asnjëherë për gjuhës tuaj këtë dua. Atë natë kur Zoti do të na takojë me natën e Kadrit, e ne të lusim me këtë dua, lusim edhe shpresojmë që Allah vërtet na i fal mëkatet tona. Dashur vëllezër, krejt për fund, mos harroni pejgamberi alayhi salatu wassalam me një hadith ka thënë, veprat shpërblehen tek Allahu sipas përfundimit të tyre. Veprat shpërblehen tek Allahu sipas fundit të tyre, jo sipas fillimit. Dhe natyrisht, nëse vërtet dojnë falje, mëshirë, rahmet, magfiret të Zotit, jena orë në fundin e muajit madhreshëm. Po flasëm për finalen, po flasëm për atë kohën kur Zoti madhreshëm vërtet zbret faljen e tij, na begaton me mirësitë e tij dhe ne duhet të shfrytëzojmë të ditëve të net, e lutim atë që vërtet na bëj prej atyre që vazhdimisht jemi të lidhur me të, na bëj të mundur ta presim natën e Kadrit, gjithmonë duke lutur ato falje, mëshirë dhe rahmetin e tij. Zoti ju shpërblet gjithëve. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.